This is Serbia's newest project of public interest, built by one of China's largest construction companies. But for the people who live here, it means losing fields and forests and spending years in court. 5 vjet më parë, qeveria serbe ja mori Aleksandar Antovićit rreth 1 hektar tokë në këtë fshat përmes procesit të shpronësimit, që në kupton se toka I merret pronarit për shfrytëzim publik. Ja sam do sada izgubio desetine hiljada evra. Isključivo samo zbog toga što je vuda prošao autoput. I tu zemlju što su oduzeli nas niko nije pitao da li hoćemo, nećemo. Rečeno nam je da je to državni interes. Autostrada u ndërtuar nëpër njërin prej tokave të tij, ku dikur kultivonte speca. Rasti është ende në gjyq. Problem je što nam nije plaćeno maltene skoro ništa. Zemljište kao zemljište jeste, ali ono što snosi mnogo veće svote novca, ljudi koji su imali plastenike, voćnjake, šta god da su imali na tim parcelama, to ništa nije plaćeno. Ndërtimi I autostradës rreth 30 kilometrëshe nisi më 2019. Pavarësisht qindra kontesteve gjyqësore me banorët lokal, ndërtimi nuk u ndal. Rruga u hap në korrik të vitit 2025. Kompania shtetërore Rrugët e Serbisë, përgjegjëse për autostradën, thotë se I ka kompensuar 84% të rasteve që lidheshin me shpronësim. Mirë po kompania nuk tregoi se sa banor presin ende për pagesa apo sa para u takojnë. Në fshatrat në perëndim të Serbisë, banorët thonë se ky nuk është problemi vetëm që u shkaktoi autostrada. Prevashodno je ekološka katastrofa koju su prouzrokovali Kinezi, to je kineska kompanija koja je bila glavni izvođač radova ovdje na autoputu u Prilipcu. Uništeni su lokalni putevi, zagađena je reka, niko nije reagovao, niti su oni očistili tu reku, niti su šta preduzeli. As Ministrisë e Ndërtimit dhe të Ambientit, as autoritetet lokale dhe as ato kineze nuk janë përgjigjur ndaj pretendimeve për pasojat nga punimet. Kompania shtetërore serbe, përgjegjëse për autostradën, ka thënë se rrugët lokale po riparohen dhe nuk është raportuar zyrtarisht për ndonjë dëm në ambient. Nama je pričano kako će nama autoput značiti kad prođe ovdje, mi nekog boljitka nismo osjetili, samo tegobe. Autoritetet në Serbi kanë përshkruar këtë segment autostrade si më të vështirë ndonjëherë për ndërtim. Vonesat në përfundim të punimeve kanë rezultuar me rritje të çmimit përfundimtar. Sipas të dhënave më të fundit zyrtare, këta 30 kilometra të autostradës kushtuan rreth $650 milion. Është ende e paqartë shuma totale e gjithë projektit. Ministria e Ndërtimit nuk u përgjigj në kërkesën e Radios Evropa e Lirë për koment. Vlerësimet qeveritare sugjerojnë se përfundimi I rrugës për në malin e Zi do të kushtoj rreth $3.5 miliard. Makineria që është larguar nga Prilipaci dhe zona përreth pritet të rikthehet shpejt. Në malin e Zi, një segment I ndarë I projektit I financuar nga një kredi kineze prej gati $1 miliard e që I shteti në prag të falimentimit. Teksa afatet afroheshin, Bashkimi Evropian ndihmoi në ndërmjetësim të një marrëveshjeje me huadhënës perëndimor, duke e zvogëluar rrezikun e një krize më të thellë financiare.